para ndërtesës sime, luhet futboll zonat, e fshinjet dalin, e protestojnë, e ne vazhdojmë si për inat. Para ndërtesës sime, këndohet rock and roll, e fshinjet e lodhur për her pyesin, hey, a e dini kur është boll? Hey, a e dini kur është boll? Vokri, vokri, Prishtina, Prishtina, lloku i tret, tifos të vërtet. Lloku i tret, tifos të vërtet. Vokri, vokri, Prishtina, Prishtina, lloku i tret, tifos të vërtet. Lloku i tret, tifos të vërtet. E jashtëzakonshme, Tosi, pse ke përzgjedh pikërisht të këngë si hyrje? Po, ka një arsye, i Vokri normalisht njihet si legjenda jonë e futbollit. E para, e dyta, me qenë se jemi veç në ngjarje më të madhe sportive në botë, kampionat botëror, Vokri njihet si Maradona i Kosovës, legjend. E dyta, e treta është në kohët e vështira, këtë rast vitet të 80-ta, kur kanë qenë fillun tensionet në Jugosllavi, një farforme e Prishtina ka qenë klubi që e ka përfasu Kosovën në garat federative, pas së kohë, ligë parë, edhe fundit është se edhe vetë stadiumi ku ka luajtur Prishtina, sot e mban emrin e legjendës Fadil Vokri. Faleminderit shumë për të interpretim. Të respektuar shikues të Radio Televizionit Kosovës dhe ju të nderuar dëgjues që në këto momente jeni duke na përcjell në valët e Radio Kosovës, njëkohësisht ky emision po transmetohet drejt për drejt edhe në RTK1. Një përshëndetje ngrohtë për ju të cilët keni vendosur të jeni pranë ekraneve televizive dhe pranë valëve të Radio Kosovës. Në këtë mënyrë po e kurorëzojmë një emision special në prag të finales së madhe të edicionit të 23 të kampionatit botëror të futbollit, që sonte do të përmbyllet në MetLife Stadium në New Jersey të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me finalen e madhe Spanjë-Argjentinë. Radio Kosova ka pas një maraton të transmetimesh, emisionesh speciale, të cilat i kemi filluar që nga muaji qershor, respektivisht me datë 11 qershor, e deri me finalen e madhe që sonte do të kurorëzohet me këtë punë të jashtëzakonshme nga redaksia e sportit e Radio Kosovës. Një përshëndetje ngrohtë shkon edhe për kolegët tanë në Televizionin e Kosovës, redaksia e sportit, të cilët kanë pas një punë të jashtëzakonshme, një volum të madh të punëve dhe po shpresojmë që bashkërisht do ta përmbyllim këtë emision dhe natyrisht këtë ngjarje të madhe sportive sonte. Në këto momente jemi të pranishëm në këtë ambient të bukur pranë Radio Kosovës, në këtë bashkë të Radio Kosovës, ku po realizojmë këtë emision dhe fillimisht do të prezantoj mysafirët e respektuar të cilët sot janë bashkuar pozitivisht shtesës, duke filluar nga kolegja jonë, respektuara Adelina Emini, që njerit është edhe profesoresh në Universitetin e Prishtinës, po e japim ekskluzive sot. Faleminderit. Kënaqësi Edi dhe ju përgëzoj juve dhe gjithë stafin e departamentit të sportit, sepse keni bërë një punë, ju e theksuat, jo voluminoze, por një maraton dhe një punë të shkëlqyer, qoftë në radio, po qoftë edhe në televizion. Kështu faleminderit për ftesën. Faleminderit urimin një herë që keni marrë edhe titullin e profesoreshës, sepse keni studiuar tashmë edhe në Universitetin Shtetëror të Floridas dhe tashmë po lidhet me këtë ngjarje të madhe që po kurorëzohet sonte me kampionatin botëror. Faleminderit Edi, është kënaqësi dhe është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe për mua. Faleminderit që edhe e bët publike, sepse Senati para një muaji unanimisht ka votuar për emrimin në rolin e profesoreshës në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, një përgjegjësi e madhe, por
duke pas parasysh ndeshjen sonte, po lidhem pak edhe me përvojën time në Universitetin Shtetëror të Floridës, Florida State University, ku përse afër mi kam parë një entuziazëm, dhe me thënë në ndeshjet e futbollit atje, futbolli amerikan, ju e dini jeni ekspert pushës në futbollit, zhvillohet të ndryshe, një atmosferë dhe një, nuk e quanin gara apo ndeshje, por fest ku mbledhshen të gjithë studentët, profesorët, familjet dhe një organizim i jashtëzakonshëm ku unë konsideroj që e dim tashmë Amerika është, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë, si me thonë, tradit të organizimeve të eventeve të mëdha si që është Kupa e Botës, konsideroj që kjo tregon më së miri që Amerika e tregon pikrisht potencialin ekonomik, pastaj mikpritjen, kulturën dhe kjo është fuqia e sportit që konsideroj që Kupa e Botës i mbledh njerëzit pavarësisht fesë, kombësisë apo kulturës, të gjithë të festojnë, të shikojnë dhe të argëtohen, por edhe të krijojnë njëkohësisht përvojë të paharrueshme në secilën ndeshje. E dim që këtë botëror ka qenë një organizim i papam nga 3 shtete të zhvilluara, kështu që unë nuk do të hy në detaje, nuk kam pasur mundësi të i përcjellit të gjitha ndeshjet, por që këtë dashuri për futbollin, mund të them lirisht që e kam edhe nga babi, sepse edhe në shtëpi, çdo ndeshje, çdo kampionat botror është fest, edhe mblidhemi dhe unë mundohem që të bëj një ambient kështu të këndshëm për babin dhe për veten dhe ta shijojmë çdo ndeshje. Kështu që kënaqësi edhe uroj që sonte të fitoj ekipi më i mirë. Unë mendoj që do të fitoj Argentina, sepse edhe babi është sot për Argentinën. Kështu që kjo sa për fillim dhe uroj që sporti sigurisht të ndikoj pozitivisht në relaksim të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve, jo vetëm të RTK-s, por në të gjithë botën. Sa bukur flet, me çfarë pasioni flet për futbollin. Në krahun tim të majtë, kam nderin të prezantoj zotin Iber Alaj, drejtori i Departamentit të Sportit në Ministrinë për Kulturinë dhe Sport. Mirë se erdhe zoti Alaj. Përshëndetje, mirë se gjitha. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që jemi këtu prezant sot në këtë natë të madhe të futbollit, duke ditë që është një ndeshje që ka me vëz miliona njerëz të cilët i përcjellin ngjarje të mëdha sportive, edhe është një prej ndeshjeve finale që thuja është në aspektin e popullit latin, dhe kështu që konsideroj që është një tik-atak i papam ndonjëherë në futbollin modern. Faleminderit shumë. Është Fatos Hoxha, kolegu yni në Radio Kosovë, një herë të muzikant. Tosi, faleminderit shumë, gjithmonë je pranë redaksisë së sportit. Kënaqësi, faleminderit për ftesën Edi, si gjithmonë, unë edhe pse vi nga fusha muzikës, jam kogja kështu pasionant i futbollit. Fatosi nuk është edhe muzikant i madh, por është edhe njës i mirë i futbollit. Mirë, po Fatosin sonte nuk është ndeshje kështu shumë speciale, sepse i ka humbur ekipi favorit i tij Anglia. Kur tha ti me fitu Argentina, në ke shtu ta boni atë mimikën e famshme të mesit kështu. Kështu që never mind. Po, ta prezentojmë edhe mysafirët e radhës, kam nderin që sot përsërit e jetë Ganis Ejdiu, trajneri ynë mirënjohur që nga Mitrovica nuk ka përtuar as pak që sot jetë në mesin tonë. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, është privilegj për mua me qenë me këta mysafirë të nderuar. Mikrofonin. Kështu që si gjithmonë do të thotë është kënaqësi dhe privilegj për mua që të jem në mesin e këtyre persona, këtyre njerëzve të cilët vërtet e kanë zbukuruar këtë ambient, edhe ju përgëzoj për gjithë, si shtaja profesoresha nderuar më herët, për këtë maraton që vërtet keni tregu qëndrueshmërisë të din sporti që është futboll, përveç fizikisht do të më qenë i qëndrueshëm edhe mentalisht, është shumë rëndësishme, kështu që në të dy këto aspektet keni tregu performancë shumë të fortë, kështu që ju përgëzoj edhe për këtë pjesë përfundimtare që vërtet është shumë atraktive dhe shumë. Jam i privilegjuar dhe i gëzuar që jam pjesë e këtij. Faleminderit shumë trajner dhe në krahun tjetër i fundit, por jo për nga Recia natyrisht,
Ejup Plomica, gazetari i sportit, Ejup mirë se erdhe në këtë panel. Faleminderit shumë, është kënaqësi të jem në këtë ambient shumë të bukur. Radio Kosova gjithmonë ka ditë me na përfasu dhe sot na ka përfasu me këtë studio të improvisuar, por shumë simpatike dhe shumë e mirë. Redaksia e sportit thamë më herët në këtë hyrje sepse ka pas një maraton të transmitimeve, emisioneve speciale, kanë defiluar me qindra mysafir dhe nuk është as pak e lehtë sepse kemi të bëjmë me 40 ditë të këtij kampionati botror që sonte e tham do të kurorëzohet, por natyrisht me transmetim të drejtë për drejtë nga ora 21 në Radio Televizionin e Kosovës, në Radio Kosovë, por natyrisht e falenderojmë edhe Televizionin Vala, të cilët kanë qenë partner me Radio Televizionin e Kosovës në realizimin e këtij kampionati botror, duke pasqyruar para shikuesve të shumt audiencës së madhe të sportit, të gjitha këto atmosferë dhe këto emocione që na soll, që na jep në veçanti futbolli dhe kampionati botror. Me që trener sonte do të kemi përballë për herë të parë në histori. E kemi diskutuar disa herë mënyrën se si është realizuar ky kampionat botror, do të thotë me 48 ekipe, për herë të parë me 3 shtete, në 16 stadiume, 12 grupe me kombëtarë të cilat janë renditur, do të kemi përballë kampionin aktual të Evropës, Spanja, përballë kampionit të botës dhe të Amerikës Latine, Argentinës. Normal nuk është kjo rasti, vetë fakti që i kemi 2 kampion aktual, si evropian si botnor, tregon faktin që këta kanë arritur me merit. Përkundër asaj që në start, domethënë nga opinioni sportiv, ka pas domethënë mendime krejtësisht ndryshe, edhe nuk janë llogarit favorit, them drejtën. Për arsye ndryshme është llogarit sidomos Franca ka qenë ekipa kombëtare e parë që do ka pas gjasat më të mëdha dhe favorët më të mëdha për mbu kampion, si dhe Anglia, pastaj ka qenë Portugalia. Këto dyja kanë qenë kombëtare të cilat në var forme nuk është llogarit që do të vinë deri këtu, për shumë arsye. Arsyeja e parë është një, them që Argentina ndoshta për vetë faktin që unë vetë personalisht nuk komentoj që Messi do të jetë pjesë, pasi ai veç e përmbyllat e plotësat mozaikun e tij në karrierën e tij që kishte peng edhe ka fitimin e kampionit botnor me Argentinën në kampionatet para Prag 2022, edhe nuk komentoj që do të merr pjesë më këtu. Mirë po për vetë faktin që ka marrë pjesë, për vetë faktin që mund të them që ka lojtar me shumë peshë, shumë emra, por nuk janë lojtarë të cilët mendoj që në sasi janë lojtarë të cilët mund të bëjnë shumë diferencën. Kështu që nuk është prit nga saj edhe me vetë faktin që është Messi aty, sikurse tek Portugalia që me vetë faktin që Ronaldo është aty, përkundër asaj çfarë karriere ka nuk mund ta diskutojmë se dihet, po është llogarit që do të jetë pengesë për Portugalinë. Për faktin që është një lloj bare, edhe është një lojtar me shumë emër i cili pastaj këta lojtarë mund kur të vinë kombëtare, është problem për një selektor, përveç faktit që çfarë karriere kanë bë, edhe është një farë formë edhe pengesë, nuk është lehtë për selektorin me anashkalu. Kështu që mendoj që Portugalia është ajo e cila është llogarit sepse mbas Francës është llogarit që është kombëtare me më shumë të hyje, me më shumë të do të thotë lojtar që bëjnë diferencën. Edhe mendoj që edhe ka pas 2 ekipe, edhe me lojtarë të cilët vinë këtë moment kanë marrë fillim kampionatit në atë formën optimale tyre ku në klubet respektive i kanë marrë gjitha. Kështu që ajo është një detaj shumë i rëndësishëm kur kombëtare merr ata lojtarë në atë optimalin e tyre, maksimumin e tyre dhe shfrytëzon. Më ka befasur shumë do të thotë edhe gjithë opinionin sepse kam prish shumë prej tyre, edhe normal Franca, që është llogarit me Anglinë. Por vetë fakti është atë kampion evropian, kampion botnor, tregon fakti ato rastisht nuk janë bë. Tash e kemi një përballje e cila unë mendoj një përballje klasike, një përballje e kisha quajtur pavarësisht që Spanja, që tha ministri i nderuar latinoane amerikane, sepse edhe spanjollët pavarësisht që janë evropian, domethënë atë kulturë kanë atë mentalitet edhe ashtu. Mirë po me 2 filozofi krejtësisht ndryshe. Ne kemi diskutuar edhe më herët në emisionin e ju kur kam qenë mysafir edhe më herët, pse kom do të thotë kur dhojmë na një mendim për diçka, apo dhojmë një analizë për dikon, apo një mendim për diçka, ne gjithmonë i marrim, bazojmë disa faktorë që janë, edhe në bazë aty në faktorë ne dhojmë një mendim, e dhojmë një favorit, do të thotë potencial që mund të më qenë për shumë arsye, për këto. Mirë po vetë, unë personalisht si ganist i diu, gjithmonë kam besuar në Spanjën që nuk e ka llogarit askush. Jo kam thonë në emision kur kam qenë, kur kalu me Anglinë, kam thonë me Francën vërtet. Kam thonë që Spanja është kombëtare e cila
nuk ka yje, është e para në historitë saj, 15 vjeçare, kështu mund të them, që nuk ka yje mbrana ekipit, por është po ashtu rrezikshme sikur se më herët. Se mos harrojmë, është larg asoj kombëtare. Pse është rrezikshme? Pse kom besu që Spanja do të vjen deri këtu. Kom thonë edhe këtu, kom tregu, do të kujtohet. Është identiteti i saj i lojës. Ajo këtu e bën të veçantë, pavarësisht që nuk ka hyrë në krahasim me Anglinë, me Francën, me Portugalinë. Është ajo identiteti i saj që ne ka ru. Identitetin që ne ka krijuar mund të themi para një dekade më shumë, kur në atë kohën e famshme të Barcelonës, komplet Spanja e ka marrë në kombëtare dhe ka instalu atë filozofi, edhe si lojës Barcelonës, edhe i ka fitu kampionat botëror, 2 herë kampion evropian e gjitha këto. Këtë moment nuk ka yje, si atëherë, ka pa shumë yje atëherë. Tash nuk ka yje, po është e rrezikshme sepse e ka rujt atë stilin, identitetin e saj të lojës, e cila e bën të veçantë. Për atë arsye mendoj që me plot merit është në një finale me të cilën ka tregu e vetmja kombëtare, e cila po them ka tregu identitetin e qartë, edhe mënyrën, formën, filozofinë të qartë se si ka ardhur deri këtu. Me dominim absolut në gjitha aspektet. Edhe kemi Argjentinë, e cila në dallim me këto, si e ka pru deri në finale, ai pasioni i madh, ai grupi i bashkuar, kombëtare herë, është kombëtare e cila nuk ka ekip apo kombëtare e cila është më e bashkuar se Argentina brenda grupit. Ata vdesin për një tjetrit. Edhe gjithë atë homogenitet që kanë brenda e kanë projektu me Mesin. Me Mesin cilin unë personalisht, po them njerë që jam idhtari tina, nuk kom besu që mundet me qenë këtë nivel. Edhe kom prit edhe unë që ka me qenë penges. Për kundërazin, krahasim me Ronaldon, ky dul tjetë prap ajo pika me fort kyqe që tërë kjo është projektu brenda Mesit. Kështu që mendoj të tjetë një përballje me një identitet stil lojës që s'ndryshon kur me 15 vite, edhe që është shumë i rrezikshëm, edhe me një ekip tjetër ku dominon pasioni, ku dominon ajo agresiviteti i jashtëzakonshëm, lufta e madhe, edhe ajo homogeniteti i madh brenda ekipit. Kështu që pres një finale, po them, të jashtëzakonshme. Drejtor, ku dështoj Franca dhe Anglia në këtë kampionat? Unë kom qenë përkrasi Anglisë në këtë rast, por fatkeqësisht nuk arritën me kalu në finale. Ndërsa te Franca kom pa që atë shpejtësinë që kanë pas lojtarët nuk është përdor mjaftueshëm, edhe ose është neglizhu nga detyrat që i kanë marrë nga trajneri. Me qenë se kemi trajnerin edhe jep analizën më të saktë, por në vështrimin tim që e kom përcjell ndeshjen, Anglia, unë mendoj që trajneri ka bërë një tërheqje taktike në vendosjen në mbrojtjes dhe ka rënë në presionin e lojës, edhe e humbin ndeshjen në minutat e fundit, domethënë me kthim rezultati, ku u mundut që ta mbajë rezultatin 1-0, ndërsa Franca mendoj që nuk ka mujt me pas mesin e fushës edhe sulmi, domethënë vetëm i ka ra prej nga mape, edhe kështu që e konsideroj që me merit Spanja dhe Argentina janë në finale, edhe pse te Argentina ka pas deklaratat e ndryshme apo insertet të cilat janë nxjerrë nga kontesti i lojës që është mbështet Messi që të shkojë në finale edhe të jetë pjesë e marrjes kupës, në këtë rast kushit favorit edhe në këtë ndeshje. Por që e tha Spanja e ka momentin ideal që të bëhet kampion bote, duke ditë që nuk e ka një World Cup, dhe kështu që e konsideroj që ka me jep maksimumin që me nxjerr nga loja më të mirën. Por kjo është finale, rezultati nuk është nuk dihet. Nuk i dihet, por edhe nuk në fundit edhe penallat janë ata që e përfundojnë lojën, kështu që e konsideroj që ka me qenë një prej ndeshjeve më të bukura që kemi pa ndonjëherë në futbollin modern. E kemi edhe një tifos të Anglisë, Fatos Hoxha. To se atë zhgënjeu më shumë humbja Anglisë, apo mënyra se si tu e ju qas lojës? Po normalisht,
kur e favorizon, po mënoj ose e pëlqen një ekip, një kombëtare, normalisht humbja gjithmonë dham, vërtet. Por unë mendoj që taktika e trenerit për mendimin tim ka qenë e gabuar, sidomos pjesën e dytë pasi ka shënuar golin e parë, sepse me u kthy mbrojtje përgjysore me një Argentinë e cila që thonë popullohet të fshinë në fush, më ia dhon topin Ronaldo dhe sulmom. Normalisht kemi prit që kam shënuar golat. Tani, sa i përket ndeshjes përgjithësi, a ka pas favorizime, as ka pas insertet që kanë dalë, unë mendoj që po ka pas. Anglia, për mendimin tim, është dëmtu, në shumë raste, edhe ajo ndeshje kishte pas tjetër kohë, sikur të referimit kishte qenë më korrekt, në ato ndërhyrje të shumë tashta që kanë qenë, që kanë qenë së referu shumica për të në fare e si ndalë, sepse mendoj që spaku 2 lojtarë ishte dashur më të nëshku me karton të kuq. Nëse jo direkt, atëherë me 2 të verdh. Një Fernandesi, 2 Paredesi, Tagliafico kishte dashur me marr karton të verdh. Andersoni e ka marr, edhe pse Andersoni e ka marr, kartonin e verdh Andersoni kur e ka marr, kartonin e verdh fakt s'ka qenë fare përfshirë ata incidentish. Po në anën tjetër, rastin tjetër ku është shfaq dueli mes Bellinghamit edhe Messit, në 16 e Anglisë, tërheqja mbërthimi për fyti nga Messi, tërheqja jashtë, unë mendoj që ajo sanksionohet, me çfarë do rregulla. Ka shumë detaje tjera. Kthehemi mrapa, edhe në lojë tjera. Ka plot raste kur Argentina është favorizuar dhe nuk është ndeshku fare. Qoftë me Egjiptin, qoftë me Austrinë, qoftë me Zvicrën, një lojtar që populloshi thonë ja fut shpull, e lehtë e fort, pa pas fare topin, ai sanksionohet normalisht. Nuk kthehet as vare as kurrë. Dhe treta, Unë e konsideroj që kampionati që po luhet në Amerikë e ka edhe këtë pjesën e futbollit amerikan pak. Duhet të pas konsiderat. Sporti ekstrem. Dëgjom, unë akceptoj edhe unë pëlqej Premier Ligën Anglisë. Premier Liga Anglisë aplikon një futboll pak më agresiv, pak më tashpër. Për shkak se është më i ashpër, pak më borëror. E kemi diskutuar me Edin, në këtë kampionat refert kanë leju një lojë pak më tashpër. Mirë po, ka plot raste kur është dashur për mos me shku tutje ose me skalu situata, me edhe me ndeshku. Unë e potencova, ka pas raste shumë në përlojë, kam përcjellë sa ka mujt kampionatin. Është interesant ose nga këndi gazetarit, si gazetarit edhe ata të cilët marrin informacione, statistika. E jop, a pajtohesh me Vatosin? Po, është e vërtet që në këtë kampionat është leju një lojë pak më ashpër, pak më agresive, megjithatë nuk mund me thonë që Argentina është favorizuar në bazë deklaratave të ekspertëve që i kanë shiku në ngjarjen, kanë deklaruar se gjitha vendimet që janë marrë në fush kanë qenë vendime drejta dhe nuk ka pas ndikim në rezultat. Kto që ai tha Fatosi ndodhen gjatë ndeshjes, ndoshta ka po në ndeshjen sidomos me Anglinë është dashur në 10-15 minutat e parë me intervenu gjyqtari, po ka leju loj pak sa më tashpër, edhe mirë ka bërë sepse ne dim që edhe Anglia është një skuadër agresive, por në atë ndeshje sikur ishte me frikë, nuk di arsyeën pse nuk reagoi në njëjtën mënyrë. Megjithatë, mendoj se Argentina deri këtu ku ka arrit është me plot merit edhe në momentin kur reagoi u ndeshku me karton me njëherë. Po, prandaj edhe u rritën. Jo, nuk besoj që gjyqtar kanë diku që Argentina është këtu ku është. Argentina ka zhvilluar një futboll shumë duhet me ndërprej. Po marrim rastin me Egjiptin, fal. Po. Faulli ndaj Lisandro Martinez në fund fushës. Ka ekzistuar. Ka ekzistuar kontakt. E vërtet, kontakt i lehtë. Shkelje e lehtë në kam. 18 prekje topit prej fundit fushës deri te gola. Megjithatë rregullore, po, me rregulla lejon. Atëherë, ndërhyrja e Messit ndaj Spensit, ato është diskutabile. Ajo është ndërhyrja e Messit ndaj Spensit dhe mënyra shënohet goli, sepse ai vret tu çalu, nuk mund as me i bë. Po Spensi as nuk li faull. Në rregull, e vërtetë s'mund me li faull. As nuk rrezohet. S'është ajo të me li faull. As nuk Do Vatosi desha mund të rrihet që në savan. Patjetër. Ja, provdo Vatosi. Edhe unë mendoj që ai është dashur shiku prej varet, që është shikuar pjesa tjetër. Nuk është kthy fare.
Tash, a kanë protestu angles, tash ka protestu, është çështje tjetër. Ka pas raste kur kanë protestu dhe nuk e marrë parasysh ankesat. E me marrë me shoqëri lojën, i vren, diku lodhesh. Thu, okej, vazhdojmë. Çish ka ndodhur me Egjiptin. Çish ka ndodhur me Zvicrën. Prandaj unë erdha e thash ata që ja thash që për mendimin tim Argentina është favorizuar në momente. Nuk besoj që po pajtohet asa Divina po më Unë po mendoj që trajneri i respektum është sigurisht që e vlerëson më mirë këtë situatë dhe këtë debat, por unë po e shoh revoltën me Fatosit sepse është tifoz i Anglisë, por sigurisht që këto deshta me u lidh, a e kuptoni ju edhe a mendoni që është më shumë ndoshta si tifoz apo ka të drejtë në aspektin? Po kthehemi te Zvicra pra. Te Zvicra po kthehemi. Fatos, kjo që tha profesoresha ndrydh pak edhe me aspektin psikologjik. Do thotë se profesor përgjithësi, do thotë pjesën psikologjike e njohin shumë se kanë studiuar sepse kanë punë me gjithë lloj natyrash edhe është e pashpangshme. Për me dhom mësim, po kam sjellë me dhom mësim. Gjatë pjesën një shumë mirë. Jo, mos keq kupton. Aty po llogaritëm si tifoz për atë arsye. Po flas. E kupton këtë pjesë edhe unë e kuptoj. Vërtet si tifoz shiqon gjëra prej kandit tjetër, për një perspektive krejtësisht tjetër. Ndërsa kur si profesionist kur mundohesh atëherë shiqon mundohesh me një realitet të jot. Gjithato që ai thatë ju. Është vërtet se krijohet një opinion se vërtet tash futbolli u bë biznes i madh, domethënë u bë është çash për këtë biznes u kriju çash presion i madh saqë është vërtet është shumë vështirë me menaxhu njerëz si lojtar, si trajnera, si refert. E pave në gjysmën finale Argentina me Anglinë e pave referin fund si shtet. Do thonë ajo është një tregues që ai është o shliru në atë moment, do më thonë, ç'është presion të madh ka pas. Për atë arsye do të këto gjona, po vari më të vërtet është një është një faktor i cili minimizon këtu. Nëse them se Anglia pra është favorizuar të ndeshja me Norvegjin kur topi ka godit kabën atje dhe debate teknike që kanë ndodhur. Desha më ndërlidhe me te pyetja Fatosi që tha pse Anglia dhe pse Franca. Gjithmonë fajtoren do të pikërisht me gjetë vetë me kërku. Ku është problemi tonë? Këto janë detaje të cilat nuk kanë ndiku në rezultat, nuk kanë ndiku në këtë përfundim edhe në këtë final kampionat. Problemi pse Franca ka dështuar që ka qenë kombëtare që mas shutë e favorizuar, me arsye, edhe pse Anglia që ka qenë kombëtare e dytë me favorizuar, është kjo. Mendimi im është. Nuk është e mjaftueshme mrena për mrena me pas vetëm lojtar kvalitativ, me pas vetëm kvalitet. Në këse evenimentet mëdha, këto finalet mëdha, përveç kvalitetit, do të lojtar, është ashtu profesor, do të me pasë diçka lojtare. Është vështirë me gjeta shprehjen adekuate, po do të me qenë lojtar një karakter pak më të lartë, domethënë me qenë me lojtar me personalitet pak më të lartë, që me shty deri në fund. Përkundër, nuk mjafton vetëm kvaliteti. Edhe tash e marrëm tek Portugalia, Neves, është Vitinha, është Hernandez, lojtarë të cilët në kampionatet të respektivit ty ka qenë fenomenal. I kanë fituar ligën e kampionëve gjitha, top form. Kësi kampionat ju ka munguar personalitet, edhe askund s'kan tregu. Vim te Franca, deri te gjysmëfinale, okay, mirë. Olise është një lojtar i cili ka qenë më shumë të vlerësuar këtë vit në Evropë, ashtu? Po. Është i humbur totalisht. Ndaj Spanjës, e cila komplet një ekip tregoi personalitet në fushë. Do të thotë, çështja e personalitetit lidhet me çështjen e besimit. Sa kiti besim me shty deri në fund. Këtu mendoj që është ajo pjesa edhe te Anglia për i zot gjithë kemi pas dëshirë me qenë këtu, po Anglia është kombëtare e cila nuk ka treguar asgjë. Po tregoj drejt. Nuk ka treguar si detajit lojës. Unë nuk u mujt me kuptu asnjë lojë me çfarë forme, çfarë lund, çfarë sistemi, çka don, me çfarë forme sulmon, me çfarë forme mbrojt. Do thotë ekip po themin herë pa identitet. Anglia s'ka treguar kurrë. Ka pas shumë edhe ajo që është dalë, edhe unë vetë nuk më ka ardhur mirë edhe opinionet që Tuchel nuk e ka marrë, nuk e ka ftue, edhe Palmerin, edhe Fodenin, dul e këto. Sepse, është ashtu dhe, sepse një ekip, mrena me pas lojtar me shumë pesh, shumë bagazh, po vetëm lojtar klasik fizik, e mos me pas mrena, gjithë aty në elementeve, lojtar kreativ, fantazik, që momentet caktuar të u mendoj që ka qenë gabimi. Anglia absolutisht ka treguar kurrë. Edhe kështu mendoj që problemet e Francës ka dështuar Anglia është kjo mungesa ati personalitetit në momentet caktuar, që ka tregu Spanja komplet me ekip, edhe Argentina ka tregu me atë shpirtin e tij luftar. Mendoj që kjo është ajo. Është vështirë me elaboru këto, po mendoj që kjo është ajo. Unë e thash në start, gabimi i trajnerit që ka hup lojën. Në fillim para se me i thon gjitha gjëra tjera.
tash na mujmë komentu gjëra tjera, mirë po 30 minuta mi thonë Argentina urnot topin sulmon, është gabim. Mendoj që ndrimi i sistemit e ka prishur. Absolutisht. Jo si kthehet mbrapa, sepse detyron kundërshtar rezultati. Detyron absolutisht. Po ndrimi i sistemit e bore që duke heqë me fushor sulmues dhe fut mbrojtës, atëherë ti detyron kundërshtarin pithu merr topin hajde sulmon. Është interesante edhe ta Trenerin nuk ka qenë të kënaqur as pas fitores me Norvegjinë, dim Bellinghami reagimi i Bellinghamit që nuk ka qenë i kënaqur me trenerin, edhe pse kanë fituar ndeshjen, nuk ka qenë i kënaqur. Bellinghammi, Mbappé, gjithë këta janë lojtarë, cilët janë lojtarë pa diskutueshëm. Po im tash te një pjesë tjetër tek karakteri natyrë lojtarëve. Janë lojtarë, janë lojtarë. Tifozëve Ja, do të ka pak. Nuk është çështja e futbollit, Unë kemi muzikant edhe do të më na bëj atmosferën. Prandaj që tham në fund me pas energjinë e mirë, qëndrueshmërinë. Po. Një këngë vajtusën. Problemi janë lojtarë, që edhe në klubet e tyre kanë dështuar si vetë për shkak karakterit shumë egoist. Janë lojtarë që nuk ka rastësisht vetë debaton me trenerin, edhe Bellinghami, edhe Mbappé, se janë lojtarë që klubet e tyre i kanë dështuar në momente kur mas shumë të shprit për tyne, sepse janë lojtarë të janë egoista tepër, janë lojtarë që shumë shtirë menaxhueshëm, kështu që nuk ka rastësisht që një lojtar të nivelit tillë ndoshta i lejohet edhe me komentuar edhe pak punën e trajnerit vet. Si Bellingham për shembull. Edhe pjesa e disiplinës së kombëtarëve. Edhe sa është punu në aspektin psikologjik edhe pjesa e motivimit. Edhe këtu janë të motivuar. Po te Franca për shembull 80% si ki francezë janë më shumë. S'ka lidhje, por që ata çunë tash përfaqësuesen më shumë kombëtare. Ndryshe është te Argentina kur intonohet himni te po shiknojnë krejt edhe ndryshe te Zvicra për shembull kemi po 70% as nuk e mendoj këto sepse tash nuk e besoj që nuk e ndjen. Profesional nuk janë më me mentalitet përfaqësimit ose ata janë profesional, ata janë që më thonë punë. Interesi tyne. Po janë punë, në dashuria shumë e madhe për adheun i qenë qyr. Të Argentina nuk është që ka kep shumë të mirë ose lojtar të mirë. Prandaj kur është i lindur dhe i rritur edhe me origjinë nga vendi, e ka motivin tjetër, është një ushtar tjetër, është një motiv tjetër. Olise ka lindur u rrit në Angli, po lumbë Francën, është në rregull, s'ka lidhje. Po, s'ka lidhje, për çfarë do të thonë që ata janë profesionistë edhe nuk janë me marrëdhënie pune. Po. Edhe ata konsiderojnë që me kry detyrat dhe obligimet që jep trajneri edhe për cilën është në pozitën e ushlues. Një kampionat spektakular, kemi diskutuar disa herë sepse bëhet fjalë për një shtet organizativ siç është SBA-ja. Adelina, ti ke studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa janë amerikanët prirë do të thotë marrin organizime të mëdha. Do të thotë sepse po bëhet fjalë për një format që gjithmonë edhe shumë kanë qenë skeptik në mënyra se si do të realizohet me shumë kombëtare në distanca shumë të larta ku zhvillohen ndeshjet. Do të thotë ma tregoni detaj sepse flet shumë mirë me pasion për futbollin edhe Unë thash nuk jam shumë njohëse, normalisht që përcjellja dhe dashuria për futbollin e thashë të më herët që është nga babi sepse gjithmonë i përcjellim bashk, por ajo që kam vretur në kulturën amerikane, sportin amerikan, është që tregojnë edhe disiplinë, qëndrueshmëri dhe jo vetëm si ngjarje, si garë, si rezultat, por thjesht si një ngjarje që i bashkon ndoshta njerëz dhe më shumë fokusohet te krijimi i përvojave të mira edhe për tifozët. Dhe e thash edhe më herët që krijon normalisht edhe ka fuqinë. Unë sot e lexova para se më ardh në emision që shikueshmëria e tifozëve dhe njerëzve nga Amerika është rritur dukshëm sepse nuk kanë qenë shumë dashamirë ndoshta pas futbollit sepse më shumë kanë qenë me bejsboll. Unë kam pas rastin të përcjell shumë ndeshje të futbollit amerikan në Florida State University. Unë e thash është një ditë feste. Është e pashpjegueshme se si i kushtonin vëmendje çdo detaje, qoftë ngjyrave, qoftë familjet bashkoheni, pastaj para ndeshjes krijonin atmosferë të legatë quhen, në mënyrë që të bëhet një atmosferë dhe kjo është ajo krijimi i asaj përvoje të mirë për të gjithë. Dhe kur hyni në sigurisht ju e dini që stadiumet janë jashtëzakonisht të mëdha dhe në Tallahassee kam pasur rastin, po them disa herë, një ndjesi dhe një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe sigurisht një infrastrukturë e jashtëzakonshme. Pastaj ne e dim që në këto stadiumet e mëdha, sidomos të Amerikës, ka rregull, ka infrastrukturë dhe ka, si me thënë, disiplinë qoftë
nga starti kur hyn dhe pastaj zhvillimi i gjithë atmosferës që krijohet në fushë. Lume, shpejt fluturojnë minutat, jemi drejt për drejt edhe në televizionin e Kosovës, para se ta përmbyll trajneri me siguri në atë analizën e fundit, Spanjë, Argentinë. Po, Çka do ta vendos këtë? ballafaqohen dy kombëtarë me fizionomi ndryshme të lojës. Një Spanjë që ballafaqohet që njihet me një futboll tiki-taka, një futboll bukur, përballë një Argjentinë agresive, një Argjentinë fizike, kështu që nëse shohim ndeshjet e kaluara, gjyqtarët kanë lejuar një ndeshje bukur të agresive, atëherë në finale jepi pak përvarësi Argjentinës dhe mendoj se me një lojë të fortë, me një lojë agresive, Argentina do ta neutralizojë lojën e Spanjës dhe do ta fitojë këtë meç. Tosi? Është e vështirë me parashiku. Mirë po, unë mendoj që Spanja, si ekip, përkundër që nuk ka emra të trajnerin nderuar, mos harrojmë që ka një trajner i cili këtë ritari ka rrit që në ekip. Me shumicën e tyre ka qenë kampion U19, pastaj U21 dhe i njeh secilin prej tyre. Dhe din saktësisht çka ka me bu me ta dhe ata e njohin mirë dhe trajnerin. Loja me Francën ka tregu këtë muhabet. Edhe pse ka qenë, e përmendi, një prej kombëtarëve që ndoshta se kanë favorizuar shumë jo për shkak të mungesës tyjeve, por si ekip janë shumë kompakt. E dyta, Argentina më qenë agresiv në lojë. Por Spanja është ajo që arriti me do Francën në dysh. Me ndo mbrojtjen prej sulmit, i bllokoi totalisht. Prandaj mendoj që është për një, po unë jap përparësi Spanjës. Argentina, unë e thash. Argentina? Po, Argentina, sepse edhe babi është favoriti i Argentinës, kështu që pata rastin me përcjell ndeshjen e fundit me te dhe mendoj që Argentina është pak e vështirë me parashiku. Zoti Alaj, sonte përmbyllet ky festival që për shumë kë kishim dashur shtyhet edhe për një kohë. Po patjetër, këto ngjarjet e mëdha sportive e lojnë atë trashëgimin e vet, edhe konsideroj që këto ngjarje mesin e histori, edhe shpresoj që kemi kësi ngjarje të edhe e kanë edhe lojrat olimpike 2028 Los Angeles. Donë mendoj që ka me qenë një ndeshje jo favorizuese, po e shoh prap Argentinën në përparësi. Lojrat mesjetare në Prishtinë 2030 apo ecën sipas planit? Janë dy procese ndara. Është pjesa e investimeve kapitale që do një vëmendje të veçantë, edhe është pjesa e menaxhimit të burimeve njerëzore apo të organizimit të ngjarjeve sportive të lojrave mesjetare. Janë ndërmarrë disa hapa, por ka proceset të cilat mund të jenë pengesë, edhe pse kemi disa veprime me pjesën e pallatit të Rinisë dhe me qendrën e studentëve, që presim me agjencinë franceze të bëjmë dy investime të mëdha. Dhe ajo është pjesa ku duhet të ketë qartësim të stadiumi kombëtar dhe të qendra sportive, cila duhet të ketë edhe pishinat olimpike. Janë disa investime që janë duke ndodhur në stadiume, por shpresoj që me një stabilitet politik mund të veprohet shpejt. Trener, po kurorëzohet kjo finalje sonte Spanjë-Argjentinë, një analizë do të e fundit në praktikë këtij dueli. Unë mendoj kështu. Kam dëshirë Argentina për shkak mesit, nuk diskutohet, mirë po Spanjën e favorizoj pak më shumë për arsye më hershëm që se atmosferën. Ajo që unë e pres nga kjo lojë kështu. Nëse arrin Argentina, tepër sepse do të jetë lojë shumë e kalkuluar taktikisht, shumë e përgatitur në detaje. Sepse normal që ato analizohen në detaje komplet të dy kombëtarët. Unë mendoj nëse Argentina po flas fillimisht, sepse në këtë rast nëse i krahasojmë dy kombëtarët, atëherë domosdoshmërisht Argentina duhet me mendu në fazën mbrojtjes pak më shumë se Spanja. Duke llogarit stilin që ka Spanja. Do thotë, kjo është ajo primare që ajo fillimisht duhet me përgatitë ekipin. Nëse Argentina arrin edhe duhet me këtë strategji, mos me pranu gol, deri dikon pjesën e dytë, mesi pjesën e dytë tu kalu 70 minuta, me minuta mos të marrim kështu për çfarë. Atëherë unë mendoj që Argentina me kalimin e kohës, nëse është në atë rezultatin e barabartë,
atër Argentina ka fundi takimit do të marrë iniciativën, do t'jetë ajo e cila pastaj do të dominoj, edhe ka, më mendoj, probabilitete shumë më i madhe që Argentina pastaj ta kaloj. Por nëse arrin Spanja me shënu pjesën e parë apo më herët, atër ajo nuk është Angli, sepse atëherë Spanja është rrezikshme, sepse shkarkohet nga puna e rezultatit, edhe pastaj aty hyn ai artin loj, edhe pastaj ajo është Spanja cila nuk të reket, edhe qëndrueshmëria, edhe kështu që mendoj që Spanja pastaj do të jetë e jashtëzakonshme dhe do të jetë fituese. Kështu që një takim gjigant unë kisha thujt, me një kombëtare ku tregon art, edhe me një kombëtare ku tregon shpirt luftarak, edhe ka lojtar më të mirë në botë. Kështu që është totalisht e baraspeshme. Profesoresh, shumë letë pas keme legjëruar edhe për sportin. Unë thash, unë madje kisha pas edhe trajneri, një lloj profesori, një lloj mentori është, sepse është ligjëruese, sigurisht që jep këshilla e sugjerime, por u pajtova në shumicën e komenteve nga trajneri, aty jam e dhonë. Atos nuk për në mbetet gjëneve që mu bashku sonte me Argentinën. Una? S'ka Jo, shanse me faleminderit. Harro. A s'ka shansë. Ja. Unë s'kom qenë kur me Argentinën, kështu që nuk ka të bëj ke vetëm me Anglinë. Me trajnerin, deshta me ndërlidh që i potencoj 3 elemente shumë esenciale. Unë mendoj që jo vetëm në sport, po kudo. Qëndrueshmëri, disiplinë, art, jo ndoshta pjesë të pjesë shumë të fuqishme në rezultat, në sukses. Lumi, ty të pëlqen muzika. Sigurisht. Sidomos muzika folklorike edhe më shumë, po sot është momenti. Sot momenti. Po më shkon si sha. Shumë e bukur. Atëherë, para se të dëgjojmë edhe një interpretim të maestros Fatos Hoxha, këto sigurisht do të na ndihmojë edhe Adelina, sepse kemi të bëjmë po ashtu edhe me një këngëtare me pasion, por që nuk e ka profesion. Mua nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj juve shikues dhe dëgjues të Radio Kosovës dhe Radio Televizionit të Kosovës në këto minuta të rezervuara për këtë emision, për këtë pjesë të ditës të fan zone dhe këtë ditë finale që do ta përmbyllim sonte me ndeshjen finale të kampionatit botror të futbollit. Mua më mbetet të falenderoj ekipin realizues përveç kolegëve të Televizionit të Kosovës dhe ata të Radio Kosovës me producentin Faruk Bajrami, pastaj organizatorin Remzi Mustafa, pjesë e redaksisë së sportit të Fatos Preniçu, në të Mancaqi dhe në emër të këtyre panelistëve të mrekullueshëm të cilët i falenderojmë shumë që ishit pjesë e këtij emisioni, do ta përmbyllim me një interpretim të Fatos Hoxha. Unë falenderoj për vëmendje, sigurisht që vazhdoni të qëndroni me programin tonë. Adelina, merr mikrofonin këtu, da? Muzika është sikur sportit, kënaq. Sigurisht. Normalisht e ftoj Adelinën në bashkangjit, një këngë super mirë. Nga Muharrem Qena, e ripërpunuar pastaj nga familja Qena. Oj ha, duku këtë na, shoqëno në vetmi, se gjithë më kanë lanë, e zemra më rënkon, për dashni që mas ka. Shoqëno në vetmi, se gjithë më kalan, e zemra më rënkon, për dashni që mas ka. Dukoj hanë dhe shkërqen, vetmitare si unë je, unë ri me kanë e ti me dritë, ondjenja tona i kanë grabit, unë ri me kanë e ti me dritë, ondjenja tona i kanë grabit, oj ha, oj na, oj kanë, i vetëm une jam. Faleminderit shumë.